Përmbytja e ditëve të fundit në qarkun e Lezhës i kanë shtyrë zyrtarët të verifikojnë në terren sistemin mbrojtës të argjinaturave dhe kanaleve kulluese. Zona fushore e Nën Shkodrës është përballur disa herë gjatë viteve të fundit me përmbytje masive dhe të përsëritura të cilësuara si më të mëdha deri tani në Shqipëri. Korrespondenti ynë Pullum Sule ishte në Nën Shkodër dhe përgatiti këtë kronikë. Përmbytjet e ditëve të fundit në qarkun e Lezhës, që shkaktuan 3 viktima dhe dëme të shumta materiale, kanë shtyrë njësitë vendore të zonës së Nën Shkodrës që të verifikojnë gjendjen në terren për t'i dalë para situatave të ngjashme me ato të viteve të kaluara, ku Nën Shkodra u përfshin nga përmbytje të përsëritura dhe masive. Komunat Dajç dhe Berdicë janë ndër më të rrezikuara në zonën e Nën Shkodrës, kjo për shkak të terrenit të tyre, por edhe rrjetit të shtrirë të argjinaturave dhe kanaleve kulluese. Kryetari i komunës së Dajçit Arben Gjuraj tha se banorët janë përballur vitet e fundit disa herë me emergjenca civile, gjë që i ka ndërgjegjësuar për rrezikshmërinë e situatave që krijohen nga përmbytjet. Kryetari Gjuraj thotë se ndërsa sistemi mbrojtës i argjinaturave është riaftësuar, mbetet problem situata me kanalet kulluese. Në fakt në komunën Dajç do të themi se çështja e kullimit është ndër problemet më kryesore që ka i gjithë territori dhe ne jemi përpjekur që me aq fonde sa kemi në dispozicion buxhetin komunal, por edhe me fonde të mbledhur nga komuniteti të mund të rehabilitojmë apo të përmirësojmë infrastrukturat kulluese. Por duhet rehabilitim total i infrastrukturave të kanalizimeve kulluese. Duhet përdorur më tepër fonde nga qeveria komunale, po them kështu, nga komuna, po ashtu edhe nga bordi i kullimit Shkodër. Ndërkohë kryetari i komunës së Berdicës, Besnik Brahimaj, thotë se komuna ka hartuar planin e emergjencave në rast përmbytje dhe si gjatë muajve të verës është punuar për pastrimin e kanalizimeve. Por ai shton se problem mbetet sistemimi i disa përrejve që në rast rreshje shkaktojnë përmbytje të fshatrave duke rrezikuar edhe jetën e banorëve. Problemi në komunën tonë është dy projekt. Të pruni i Berdicës madhe, si që kanë bërë probleme dhe në ditë e kalume, para 3 ditë, është pruni i Beltojës, si kërkoj një ndërhyrje sa më të shpejt, emergjente, si të dy prune mos jetë probleme, si që banën në Laç, kur bëhet dami mall njerëzor, atëherë nuk ka çfarë më bë askush në botë mëse. Pa t'i dalëm punës para prit dhe të marrëm masat para prake, si të dy projekt në këtë komunë duhet evidentohen sa më shpejt si uji të në lumeve, uji të në projeve të shkojnë drejt rrugës vet, jo të hapet në për shtëpia dhe në për rrugë. Përvoja e krijuar pas vitit 2010, kur e gjithë Nën Shkodra u përfshi nga përmbytje të përsëritura dhe masive, sipas kryetarit të komunës së Dajçit Arben Gjuraj, kërkon ndërtimin e një sistemi më funksional të kanaleve kulluese për të mbrojtur zonën nga rreziku i përmbytjeve. Unë bëj thirrje gjithë banorëve po dhe institucioneve që kanë përgjegjësi trajtimin e emergjencave apo edhe përgjegjësive tjera që të angazhojnë sa më shumë burime njerëzore, po dhe burime financiare për të ndërtuar një sistem shumë më efikas dhe shumë më të mirë se ky sistem që kemi tani. E kam fjalën gjithmonë për sistemin e kanalizimit kulluese. Pas përmbytjeve masive të vitit 2010, në zonën e Shkodrës u investuan më shumë se $12 milion për riaftësimin e sistemit mbrojtës të argjinaturave, por pa i koshtuar shumë vëmendje rrjetit të kanaleve kulluese. Ekspertët thonë se ndërhyrjet e realizuara në këtë zonë i përkasin vetëm fazës së emergjencës dhe se për shmangjen e plotë të rrezikut të përmbytjeve kërkohen investime shumë më të mëdha dhe afatgjata. Për Zërin e Amerikës, nga Nën Shkodra, Pullum Sule.